Fshati Okshatin në njësinë administrative Shupens në bashkinë Bulqiz është ndër të paktat fshatra që ka ujë vaditës për të gjithë tokën bujqësore. Banorët e këtij fshati thonë se ky është ndoshta fshati i vetëm që ka ujë vaditës pa masë dhe se nuk ka asnjë problem për këtë. Kujtim Leshi shprehet se banorët e punojnë të gjithë tokën bujqësore dhe nuk e lënë djerë, sikurse ndodh në fshatrat e tjerë për shkak të mungesës së ujit vaditës. Ujë vaditës sa të dush, vijat i bëjmë si mas ekonomisë, si mas familjarëve, me me të katrora, me të linor, pa problem, për ujë vaditës. Okshatina, fshati më i mëri ndibër për ujë vaditës. Nga ana tjetër, bujku i fshatit Okshatin Kujtim Leshi shprehet se problem për bujqësi në këtë fshat mbetet cilësia e farës. Sipas tij, shumë fara jo vetëm që nuk ka rendiment, por po dëmtojnë edhe kultura të tjera bujqësore. Ne kemi problem në bujqësi, për shembull farnat janë gati thosh të marrë, më shkoj ble, ato sa t'i vënë të prishen. Kurse fasulja nuk mbjellin fare, se fasulja nuk banë. Si fasulja, nuk. Ka 4-5 vjetë, ka delë me mizën, e nuk. Po ta e në shpes fasuljes, mjellë që mësin fjalla nga Livërdia. Mësin janë vetëm për baktinë, kurse fasulja ishte një farë qaj për familjarët. Ndek të farnave, mashlar, Chopins, përshkopi. Fermerët e bashkisë Bulqiz po përballen me vështirësi të mëdha në kostën e lartë të proceseve bujqësore, por edhe për cilësinë e farave që shiten në treg.